nëse shkru një statistikë që është 20 miliard dollar veç në 3 mujorshin e parë të 2026. Dhe është e vogël edhe nuk është e drejtë. Për shembull, veç dje janë tregtuar më shumë se 280 miliardë në kripto. 280 diçka miliard? 280 miliardë llogaritë një mesatare të muajve në ditë. Po problemi themelor, tash për hyrjes së madhe të ETF-ave dhe parave institucionale është që ato nuk blejnë spot, domethënë nuk e kanë fizikisht në Bitcoin që mundet me gjumë vëllet vetë. Po ato kryen përmes të derivateve financiare, siç janë futures, opsionet edhe kontratat perpetuale që njihen ndryshe, që në fundit janë forma të bettingut, të bostit. E tash, njerëzit edhe kjo spjegam se gjithë kjo pare, po çmimi livri 2-3%. Sakt, edhe në bazë të marrë vesh ma shumë se so në Bitcoin. Edhe e di çka është Atletico Madridi mi afut gol në minutë fundit edhe në ta prish. S'ka ndaj dallim. Tiketën që ti e ki paramenu me shku në pushim vjetor ka edhe mi harxhu do pore të lezetshme, po thu s'ka ndaj dallim, mi afut dikush këtu s'ja fut gol Atletico Madridi në minutë fundit, po Sikur të analizat e futbollit që i bujmë duke u përqendruar te cilësia e futbollistëve e ekipës, kohëzgjatja e saj është ekipa në trend të ngritën apo në rrëmje, edhe këtu pretendohet këto tregjen fakt nisën për dy elementeve themelor psikologjik që është lakmia dhe frika. Nëse une tutna që jem të u pare shes, edhe që kjo frikë nëse shumëzohet më shumë e bën çmimin që tulet, për në të kundërtën nëse na besojmë që kena me gjetë një magar më të madh se na, i cili kam na e pagu një çmim më të lartë, atëherë ato rritën.